Nota e 4 ditë më së miri përmend Zotin Kur'ani Kerim. E ka përmend në një vend, e ka quajtur Lejletul Qadr, Lejletul Mubarake. Pra që të dyjet kanë përqendrim për natën e madhe të Kadrit, sepse në këtë muaj, pra në muajin Ramazan, pikërisht në natën e Lejletul Qadrit, Allahu xhelle xhelaluhu ka dërguar melekun Xhibril tek profeti Muhammed alayhis salam dhe ka sjell ajetet e pore që në lexo, mëso, studion emër të Zotit tanë. Pra nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj, thot Kurani Kerim, pra thot Zoti xhelle xhelaluhu. Pra kjo natë dallon prej çdo nate tjetër, është nata më e madhe për që ekziston gjithësia. Dhe këtë natë dhe ne duhet me veçu dhe me dallu. E si me veçu dhe me dallu? Pikërisht pa duke agjëruar ditën dhe duke bërë pra namaz taravive, po dhe namaz të tjera nafile, vullnetare thot nafile, cilat e dallojnë duke lexuar Kur'an, duke bë dua dhe lutje për të vdeknit tan, duke lutur për ata që Zoti t'i mëshirojë t'i fal, të Zoti t'i jap shëndet, për familjes, lutet për gjallë, për prind nëse i ka gjalla për të vdekën, për fëmijët, për vetveten, duke thënë Zot, më ruaj mua familjen, më shto rrezikin, më shto pasoninë, më ruaj nga teksiratët, nga gjunafet e kështu me radhë. Pra nata e Kadrit duhet të veçohet sepse i Madhi Zot e ka veçuar dhe e ka dalluar me dua dhe lutje të ndryshme duke i bërë gjatë kësaj nate.